tala. Paska edhe dredza. Edhe paska veshnjo, unë do ta marr. Sa e mirë. Kjo është bio nga fshati. Tjetër çfarë ka? Këto çfarë janë këndej? Kemi kapak, vetëm direkt jemi, ne kemi për qep, për pizhonë, kemi speca. Qep. Qep. Toka është e mirë. Toka shumë e mirë, toka e mirë. Është prodhuese. Prodhuese, ma para kemi toka, kemi 120 lop ka pas fshati, ka pas 200 familje. Tash kemi met pak, s'ka. Vetëm për... Dhe ju pas ki shumë hapësirë tokë. Po, jo, në është. Dhe bletët. Sa mjaltë nxjerrni? Sa bëni mjaltë? Po më varet koha, më ndek ka një 20 kg në sëndik. Afër. Është mjaltë e mirë, pa shiqera. Po, jo, këtë kemi ne vetëm për qep. Këta janë moqmet, ata janë 30 tash si kanë dalë. E cila është mbretresha, ku është? Mbretresha mbrenë, atë nuk e shepë, së shumë. Fshati jona shumë një fshati bukur, edhe e mbajnë shumë ne, e mbajnë këtë çka prishet, çka ndreqet, ne e mbajnë kretë. Shkollën e kemi bo 3 komplet. Më e keni bo, po s'ka në zonë? E kemi bo për fëmijët, lujnë, vinë. Do shtë antarë, Vinë pushime, vinë tash kurbeqet. E tash verës ka vinë banor, vinë kështu. Gjallëroj fshati. Po, vinë ka 2-3 vetë, 5 vetë. Ku kanë pushime një javë dhe ditë javë vinë. E mëngjesi si është këtu? është pak ftofta, bo është më ftofta. Ne jemi këtu pi që tjetër këtu jemi 3-4 gradë. E lulet? Kujdesesh ti, apo? Sa të bukra.